duke nisur nga diskutimi I zotit Ndoj. Unë mendoj që duhet të ndajmë dy gjëra. Rastin kur ka probleme ligji dhe rastin kur ligji zbatohet në mënyrë të gabuar. Sepse zbatimi I gabuar I ligjit mendoj që është përgjegjësia e personave që janë të ngarkuar për ta zbatuar dhe nuk ka pse të jetë proces I një rishikimi ligjvënës. Për sa I përket palëve të treta, ligji në fjalë mendoj që ofron mbrojtje. Nuk ka gjykim sipas ligjit për sekuestrimin dhe për konfiskimin, të një prone që është në emër të personit të tretë dhe personi tretë mos jetë I pranishëm në gjykim. Është detyrimi ligjor I gjykatës dhe në praktik ndodh gjithmonë që gjykata thret personin që ka emrin në dokumentat e pronësisë. Nuk mund të bëhet gjykimi pa prezencën e tij dhe nëse bëhet është I pavlefshëm. Ligji në fakt parashikon si mundësi konfiskimin e pasurive në emër të personave të tretë vetëm nëse provohet, ato nivel prova që kon ligji, që indirekt në mënyrë të tërthort ajo pasuri është dikujt tjetër, e subjektit të ligjit, jo e atij që ka emrin. Dhe kam përshtypjen që kjo shpeshherë në praktikë ngatrohet. Ligji në një interpretim të qartë dhe të saktë është I mirë rregulluar në këtë pjesë. E vetmi moment që lidhet me palët e treta është ai neni 12 të ligjit, kur rrezikohet që si parashikon një mundësi procedurale që prokurori mund të shkojë me një kërkesë revokim sekuestro, nëse gjykata në atë gjykim mund vendosë konfiskimin. Ai moment do një rregullim të menjëhershëm ligjor. Pjesët e tjera pastaj si barre provës, si kozgjatja janë procese që ligji mendoj I rregullon në mënyrën e vet dhe problematika zgjidhet thjesht duke e zbatuar ligjin në mënyrë të saktë të plotë. Faleminderit.